falënderimet të takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e dytë më radh të ciklit ligjëratave Fiqhu Hanefi. E kemi përzgjedh që të jetë kapitulli i parë, do thotë haxhi, meqense jemi në prag të këtij ibadeti madhor. Dhe jemi duke folë që është ligjërata e dytë për çështjen e haxhit. Mesela e radhës është haxhi për dikën tjetër, apo që është njihet e na, apo në terminologjinë islame haxhi bedel. Sipas parimeve përgjithshme realisht jurisprudencës islame, gjitha format e ibadeteve, por nga forma dhe mënyra e zbatimit të tyre kryesisht ndahen tre lloje. Lloji i parë është adhurimet, kryerja e të cilave ka karakter trupor fizik, siç është namazi dhe agjërimi. Në këto lloje të ibadetit dietarët do thotë janë të një lloji se nuk lejohet zëvendësimi, sepse qëllimi i këtij ibadetit është ndjeshmëria dhe lodhja fizike, e kjo nuk arrihet me zëvendësim. Edhe pse këtu disa dietarë kanë thonë, do thotë që ati që i kanë bet, do thotë disa ditë agjërimit pa i agjëru mundet niveli, do thotë një familjar i tij me ja kompenzu. Sot shoh po flasun e fikon në fije aspektin e përgjithshëm. Lloji i dytë, adhurimet, kryerja të cilave ka karakter të pastër, do thotë ekonomik, siç është dhënia e zakatit, pagesa e kefaretit, kurbanit, sadakave ndryshme. Edhe për këtë drejtarët musliman janë të njësuar se zëvendësimi, do thotë janë unanim, se zëvendësimi i lejuar në këto lloje të ibadeteve është i lejuar, sepse qëllimi i tyre është dobi e tjera, andaj me zëvendësim arrihet ky qëllim. Lloji tjetër është ibadetet të cilat gjatë kryerjes së tyre kombinohet elementi trupor fizik dhe ekonomik, siç është haxhi. Andaj në kryen e këtij ibadeti, do thotë lejohet zëvendësimi gjithashtu, por me kushte normalisht të cilat i kanë paraqitur dietarët e mëdhëve të Hanefi. Sipas dietarëve të mëdhëve të Hanefi, personat të cilët i është bërë obligim haxhi, por për zbatimin e këtij obligimi praktik nuk ka mundësi fizike, për shkak për shembull e ka një smundje kronike, apo për shkak pleqërisë së thellë, ose edhe ka vdek, lejohet kryerja e haxhit për të nga dikush tjetër. Pra më bo bedel, zëvendësim. Nga kjo do thotë nënkuptohet se zëvendësimi do thotë lejohet vetëm në rastet e pamundësisë së zbatimit personalisht të kryerjes së këtij obligimi madhor në Islam pra haxhit. Kurse rastet kur mundet njëri, nuk lejohet zëvendësimi. Për shembull dikush, edhe pse tash vjen përmesu kushte zakonisht mirë, dëgjon që ka në haxh kallabllak shumë të madh, problem, lodhje, kështu me radhë, thotë valla unë pija para bedel, bile para shtesja. Themi që nuk mund. Nuk lejohet të gjithë ditën shohin njerëz bedel, po s'ka haxh për ty. Nuk lejohet zëvendësimi bedeli. Pra që kryerja e haxhit me u pranu bedel për ty, zëvendësim nga dikush tjetër kurzohet me pamundësinë që zgjat deri në vdekje. Ose zëvendësimi për haxh pas vdekjes, duke lënë dikush testament, thotë për shembull pas se vdek, e ka lënë testament që me kry haxhin dikush për të. Andaj haxhi bedel, tash po flas sipas dietarëve me mëdhëbet Hanefi, mund të bëhet për personin i cili jeton dhe i ka plotsu kushtet e obligueshmërisë së haxhit, por nuk i ka plotsu kushtet e realizimit të haxhit. Pak është filozofike, po më shqip shybjen kjo. Për shembull, haxhi për të është farz. E kupton? Por obligimin nuk mund të përballoj, ose për personin i cili haxhin e ka pasur obligim farz, ka vdek para se me kry këtë obligim. Do të jenë dy lloje, dy mundësi. Ose ka vdek ose o gjallë, por nuk ka mundësi fizike me kry. Dhe argument për lejimin e bedelit, haxhit bedel, do thotë është hadithi i Abdullah ibn Abbasit, ku thotë se pejgamberi sa më ka thonë, që do thotë ibn Abbasi thotë, që ka transmetuar Buhariu, جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. Një grua nga fisi Khatham erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O dërguar Allahut, vërtet baban tëmë ka zonë obligueshmëria e haxhit në moshë të shtymë shumë dhe nuk ka pas mundësi që me nejt në deve, do thotë nuk ka mundë me qëndru në udhim. A mund të bëhet kompenzim, do thotë haxhi për të, për shembull takrimun e thotë haxhin për të, pejgamberi tha po, dhe kjo ka ndodhur në haxhin e tunësh. Po ashtu hadithi i radhës i Ibn Abbasit, që ka shumë po ashtu Buhariu, thotë Ibn Abbasi anna imra'atan min Juhayna ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalet inna ummi
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله فالله أنقو بالوفاء قال një grua te pejgamberi sa thot Ibn Abbasi nga fisit Gjuhejne dhe I tha vërtet nëna ime kishte bon jetë e ka premtu do të u zhbetu që ka me bu hax por nuk arriti me bu një të tillë nga se e zuni vdekja vdiq apo nuk me bu haxhin për të bedel ja Rasulullah tha pejgamberi po bën haxhin për të tha pejgamberi do të më kallzu pse po thon po tha nëse nëna jote do të kishte pas borxh a do të kishte larë ato borxhe atëherë tha borxhi Allahut është më parsor për t'ju larë dhe për t'ju plotësuar. Këto hadithe normalisht në mënyrë të qartë për razi bëjmë me dije se kryerja e haxhit bedel, haxhit për tjetrin, pavarësisht se bëhet fjalë për person të më shumë që nuk ka mundësi udhëtimi apo edhe për të vdekurin, është do thotë veprim I lejuar sipas normave fetare. Po edhe kjo obligim normalisht për të kryer, dietarët kanë thënë se ka kushte, do thotë për këtë hax. Dietarët e mëdhëvit Hanefi apo juristët e shkollës juridike e mëdhëvit Hanefi që haxhi bedel që I vlefshëm përveç kushteve parsore për çdo ibadet që është me qenë musliman, më shkritur, me qenë psikikisht mirë, ka vendosur disa kushte shtesë. E para është vdekja e personit për të cilin shkohet në haxh para se me kry haxhin. Kushti I parë. Kushti I dytë personi I cili e autorizon tjetrën për kryen e haxhit duhet ta ketë të pamundur me kry haxhin. Nga se nëse ka mundësi vet, atëherë haxhi bedel është pa vlefshëm edhe miliona mi dhon. Edhe këtu kanë mendim do thotë të gjithë dietarët Maliki, Shafi dhe Hambeli. Me përjashtim të dietarëve me mëdhëvit Hanefi, të cilët do thotë thonë që nëse personi është gjallë, do thotë nuk ka hax për të. Që I vjen, edhe nëse nuk I ka mundësit, s'ka hax për të. Por nëse vdes, atëherë do thotë mundet me kry hax për të. Kushti I tretë, niyeti I haxhit, po nga bedeli të bëhet për personin të cilin e zëvendëson. Sepse bedeli I haxhin e kryen për tjetrin, jo për veti. Andaj duhet për tjetër me thonë që thotë lebejk Allahumma hajjan an fulan o Allah bëna ne haxhin për filanin. Kushti I katërt pamundësia e kryerjes së haxhit duhet me vazhdu deri në vdekje. Nuk është me afat caktuar, por me pas pleshni kronike për shembull, që nuk shihet përmirësim apo smundje kronike. Atëherë haxhi bedel nëse bëhet jashtë kësaj gjendje, do thotë është I pavlefshëm dhe personi duhet me kry personalisht haxhin. Edhe kushti I radhës, personi I cili autorizon për kryen e haxhit në vend të tij duhet të ketë obligim haxhin, nga se nëse nuk e ka obligim haxhin, do thotë haxhi bedel nuk konsiderohet I vlefshëm. Çka bën kjo? Për shembull, nëse një person I cili nuk ka pasuri të mjaftueshme dhe haxhi nuk e ka obligim, autorizon dikën për kryen e haxhit bedel, kurse më vonë arrin pasuri haxhi obligim bedel, do thotë I konsiderohet I pavlefshëm dhe ky haxh duhet me u përsërit. Pak është filozofike, po është kusht tek dietarët e mëdhëvit Hanefi. Aner besoj që është e qartë. Personi fjalë, do thotë nuk ka mundësi me kry haxhin. Realisht kishte ka fart as haxhin. Po do me hi borxhe, po do me ngarku vetë me lëm keq, e çon I bedel, por momentin s'ka parë, por çdo parë që ka këtë çon haxh, ose merr borxh kur mas një kohë ato mazëdhjet e Allahit se pasunia sa ai haxhi bëhet I pavlefshëm dhe obligohet me kry haxhin. Kjo është do thotë nuk ka po flas se bazë në ajet kuranore apo hadith, po është ijtihad e dietarëve me mëdhëvit Hanefi. Kushti I radhës është të gjitha shpenzimet apo shumica atyre që I bën bedeli për kryen e haxhit duhet të jetë nga pasuria e atij që e autorizon për hax bedel. Me përjashtim, do thotë kur trashëgimtarët e personit fjalë japin pasuri vullnetare, do thotë për kryen e haxhit, do thotë bedel. Gjithashtu personi I cili autorizohet për kryen e haxhit bedel duhet do thotë me kry haxhin personal, nga se nuk ka drejtë që për kryen e haxhit ta autorizojë dikën tjetër. Do thotë duhet me kry një haxhin bedel, pastaj do thotë me kry haxhin personal, pastaj me shku me kry haxhin do thotë bedel. Edhe pse disa dietarë kanë thonë që po flas në mëdhëve Hanefi, të mëdhëve që nuk lejohet, do thotë nëse personi shpesohet me pas jetë dhe është I ri, ata lejohet me shku për dikën bedel nëse vetë si ka mundësi me shku për vete, pastaj me shku vetën tjetër për haxhin për vete, por sidoqoftë më mirë është me kry për vete, nga se kështu na mësojnë udhëzime fetare, pastaj me kry haxhin për dikën tjetër. Personi I cili autorizohet me kry haxhin bedel duhet me qenë në hax për vete, pra normalisht këtu edhe shumica dietarë musliman, do thotë edhe mëdhëvit Hanefi shumica, një pjesë mendon ndryshe që bën, do thotë kanë thonë që nuk lejohet me shku për tjetrin nëse nuk e kry për vete.
Dhe kjo është mendimi shumicës dërmuese të ulemave. S'po flas tas vetëm me dhëmën Alfi, po ulemave në përgjithësi. Argument hadithi Ibn Abbasit, do thotë ku thotë Ibn Abbasi se semja rajulan, pejgamberi më ka thënë njëri yaqul labbaika an shubrume. Do thotë bona niyet me kry haxhin për shubrume. Pyeti pejgamberi men shubrume, kush është shubrume? Tha e khulli u qaribun li. Tasmatusi ka dyshuar, thotë ose një vllai jem ose një afër jemi. Atëherë tha pejgamberi hajjat an nafsik, a ki bëu haxhin për vetë? Tha la. Tha jo se kumbo, atër tha hujja an nafsik, thumma hujja an shubrume. Tha kryeni haxhin për vete, pastaj për shubrumen. Hadithin e shon, do thotë Ebu Davudi. Disa dietarëve me thënë Hanefi thanë që e kanë leju, e disa prej tyre do thotë shumë prej tyre kanë ndaluar dhe ka thonë që është mekruh tahrimen për një gjë do thotë të tillë. Normalisht i autorizuar për haxh bedel, është i detyruar ta kryejë atë lloj haxhin për të cilën është do thotë është autorizuar. Për shembull, nëse personi fjalë që ka thënë bedel me kry haxhin thotë unë kam qenë me kry haxhin ifrat, atë duhet me bëu për ifrat. Nëse për shembull thotë për kiran, ai e bën për temetu, sipas Imam Abu Hanifës, haxhi do thotë është i detyrueshëm dhe obligohet me, do thotë haxhi është i pavlefshëm dhe obligohet me kthy shpenzimet, do thotë bedeli. Ndërsa Imam Ebu Jusufi edhe Imam Muhamedi thotë dy nxënësit e Abu Hanifës thotë kjo është i vlefshëm, normalisht obligim është shry, por kanë ndryshuar forma dhe metoda. Gjithashtu i autorizuar për haxh bedel duhet me bëni vetëm për një haxh. Do thotë nuk guxon me bëj më shumë se do thotë për dy niyete. Pastaj nëse haxhiu që shkon bedel për tjetrën, për haxhin, do thotë gjatë haxhit kryen ndonjë veprim që aprish haxhin, atëherë barra e përgjegjësisë bie mbi personin e autorizuar. Dhe i njëjti ka për obligim që shpenzimet t'ia kompenzojnë autorizuesit në mënyrë që ai të ketë mundësi ta përsërit. Normalisht kjo gjykohet kështu nga se i autorizuar ose se ka me kry haxhin e plot dhe nuk ka me kry haxh që rrezikohet të mos pranohet. Në anën tjetër, nëse haxhiu bedel bën ndonjë veprim që dëmton haxhin dhe për përmirësimin e haxhit duhet me thel kurban apo të jam ndonjë kefaret, bedeli do thotë është ai i cili kefaretin apo shpenzimet duhet me kry nga pasuria e tij. Edhe fundit edhe urdhëruesi dhe i urdhëruari duhet me qenë normalisht musliman. Do thotë me qenë psikisht, mendor dhe me qenë të kthjellë. Do thotë se njëri i cili nuk është mirë psikisht normalisht nuk lejohet që me bëu bedel, po as nuk obligohet haxhi për vete lemu me shku për dikën, do thotë me shku bedel. Farzët e haxhit, sipas mendimit Hanefi, ruknet apo farzët e haxhit janë 3. Rukni i parë është ihrami. Dhe në aspektin terminologjik fjala ihram nuk kupton të ndaluosh nga diçka që e ke lejuar. Ndërsa në aspektin terminologjik islam është niyeti me gjithë zemër për ta kryer haxhin, do thotë duke e thonë telbien lebeik Allahumma lebeik, do thotë dhe normalisht me vazhdu të bie pas e ka vesh ihramin. Dhe normalisht shqiptimi i niyetit është i veprim mustahab me dhëbin Hanefi, që ka dallim për të namazit, se të haxhi do thotë shqiptohet niyeti, e thotë lebeik Allahumma hajjatan, do thotë ala e bëra niyet me kry haxhin, do thotë për hir të ndin, andaj ma lehtëso dhe me pranon. Dhe normalisht nëse personi kur do thotë momentin e veshjes së ihramit bën niyetin por e humb vetdijen apo bie të fikt, duke qenë mikat, atë niyetin do thotë mundet me bëu dikush, do thotë presh në vend të tij, e pastaj me thonë do thotë telbien kur ti kthehet, do thotë vetdija. Po kjo ndodh pak, por tek kanë seksi alternativë dietar dhe me dhëbet ton Hanefi. E dyta është qëndrimi në Arafat. Është rukni i haxhit farz, qoftë edhe vetëm një çast, pavarësisht sa është në këmbë apo ulur apo zgjuara për këmbë. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el hajju arafa, haxhi është do thotë Arafat, hadithin e transmeton Imam Muhamedi, dhe koha e qëndrimit në Arafat është prej kohës së zenitit ditën e Arafatit deri në pak çasa para do thotë linjës së diellit ditën e Bajramit. Haxhiu që nuk shndron në Arafat, për nëse koha normalisht konsiderohet që e ka humb haxhin dhe e ka obligime për së vitin tjetër haxhin. Dhe farzi i tretë është do thotë tawafu ziyara. Është fjala për tawafin i cili bëhet pas gjungjes së ngurrave ditën e parë të Kurban Bajramit. Ky tawaf quhet edhe tawafu ifada, që është farz i haxhit. Allahu ka përmendur këtë në surën El-Hajj, thumma liyaqdu tafathahum wa liyufu nudurahum wa liyatawafu bil bayt atiq. Pastaj le të heqin pa pasardhëtinë e tyre, le të zbatojnë premtimet e veta dhe le të sillen tawaf dhe le të bëjnë rreth shtëpisë së lashtë Ka'bës.
Por të plotësuar ky farz normalisht nevojitet që haxhiu ta bëjë sapaku, të bëjë sapaku 4 rrotullime rreth shapës, sepse 3 rrotullimet e fundit janë vajxhib, e 4 të parat janë farz të mëdhej Hanefi. Dhe janë farzet, apo për të qenë më të qartë, 3 ruknet kryesore të haxhit. Normalisht do të theksojmë disa farze që ndërlidhen me kryimin e këtyre farzeve që janë radhitja mes farzeve, që nuk kupton 3 farze që i sekën më lart më kry radhazi. Pra të filluat me ihramin, pastaj qëndrimin në Arafat dhe pastaj tavafi zjarri, jo mi përzi farzet. Në 2 është obligim që çdo farz të kryejë kohën dhe vendin e vet. Jo me ndru vendin as me vanu kohën. Në 3 njëti tavafit farzës kusht i vlefshmërisë. Pra në jetë duhet me qenën, do me plot zemër dhe jo formalisht. Normalisht, nëse nuk zbatohet njëri prej këtyre, do thotë farzave, normalisht haxhi do thotë është i pavlefshëm dhe nuk të mund të përmirësohet, do thotë haxhi i tillë me thirrjet e qurbanit. Dhe kjo nëse bëhet edhe me harres, kanë thënë ulemaja, do thotë nuk pranohet haxhi i personit në fjalë. Pra, tavafi bëhet 7 rrotullime, normalisht si tavafi apo sjella bëhet rreth çabës ashtu që kraji majt të mbetet nga çabja. Thamë që 4 sjellat e para apo rrotullimet janë farz, kurse 3 të fundit janë vajxhib, do thotë tek medhhebi Hanefi. Aty duket për shembull fillimi i tavafit, do thotë që është visi e gjelbërt, e shohin njerëzit, pastaj vjen Mekami Ibrahim, aty duhet pas përfundimit të tavafit me i fal 2 rekate. Gjithashtu haxhi ka do thotë përveç farzave dhe vajxhibe. Do të përmenden vajxhibet e haxhit. Prej tyre është saji me Safas dhe Marwas. Allahu ka cek në surën Baqara ajetin 158 ku thotë inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Safa dhe Marwa janë nga shenjat e Allahut për ibadet. Kush e mësyn shtëpinë e Allahut e haxhit, do thotë shtëpinë e Allahut për haxh çabën ose për umre, ja vizitja jashtë haxhit, nuk është mëkat për ta të vizitojë të dyja, të jesë ato në 2 vende. E kush bën ndonjë të mirë nga vullneti i vet dhe jo që është obligim, s'ka dyshim se Allahu është mirënjohës dhe është i ditur subhanahu wa taala. Gjatë kryerjes së sajit, haxhiu duhet me ezën kom dhe normalisht nuk lejohet me hym kulic që është ndodh kohën e fundit, vetëm nëse ka arsye juridik fetar, e jo me hym për komoditet. Nëse haxhiu nuk ka mundësi me ezën kom, atë normalisht thotë hyp, thotë që bojnë polis, edhe pse dietarët e mëdhëve tonë thotë kanë thonë që edhe nëse hyn polis, ky njeri duhet me prej kurban. Kjo është e mëdhëvi Hanefi. Zgjatja e qëndrimit në Arafat, prej zenitit në Arafat deri pas perëndimit të diellit, me qëllim që me të kapë edhe një pjesë e natës në Arafat. Qëndrimi në Muzdalife, qoftë edhe vetëm disa çaste pas sabahut të Bayramit, thotë përpara lindjes së diellit normalisht në hec, kurse bujtja në Muzdalife te mëdhëve tjera shumica është, si mos e ulemave është vajxhib, te mëdhëve Hanefi është sunet. Pra me qëndru Muzdalife, do thotë një periudhë caktuar është vajxhib, skiçare, se duhet me thirr kurban. A nëse normal do me bujt atëra është sunet. Do thotë kjo është mëdhëve Hanefi. Gjithashtu shtyria namazit të akşamit dhe të yacis deri në Muzdalife dhe falja atyre bashkërisht në kohën e namazit të yacis. Pra nëse haxhiu ka fal namazin e akşamit, do të rrugën duke shkuar në Muzdalife ose në Arafat duhet të pasërojë namazin e akşamit deri para mëngjesit. Gjithashtu gjutja e guralezve, sipas rendit ditën e caktuar, që të mos vanohet gjutja ndonjë, do thotë çdo njerëz në tjetrën gjatë 3 ditëve. Qethja e flokëve, pastaj ose ruarja e tyre, thirrja e kurbanit për haxhin, që kush e ka bërë haxhin të metu dhe kiran, thirrja e kurbanit normalisht duhet të bëhet para se mu qeth njëri apo para se mu rru. Këtu duhet të dal pak se haxhi duhet me vanu pak qethin edhe rrurjen. Kuptohet se shkojnë banesë, se ta na shkojnë zakonisht banesë ose në Mina, për shkak se nuk dihet saktë se kur është er kurbani jot. Thirrja e kurbanit bëhet, do thotë normal para qesit dhe rrurjes apo rrurjes së flokëve, tavafi i lamtomirës veda, pra legjërat të cilit jetojnë jashtë mikateve, normalisht ky tavaf nuk është obligim për femrat, të cilat do thotë të cilave ka ardhur pas Arafatit apo pas Muzdalifës, do thotë ju kanë ardhur mujorët. Që tavafi zjarre të bëhet normalisht gjatë 3 ditëve të Bayramit, do thotë para perëndimit të diellit ditën e 3 respektivisht, dhe normalisht mundësisht që do thotë tavafin, do thotë mos me bërë një kohë gjatë para se më largu nga Mekja. 3 rrotullimet e fundit të tavafit normalisht janë vajxhib, 4 janë farz. Parët, tavafit të fillojnë kuptohet nga Haxhul Aswad Gurizi, sjella të bëhet të djathtë, të thotë që çabja të mbetet në krahun e majt, dhe fillimi i sajit normalisht të bëhet nga kodra e Safas. Ulemaja kanë thënë se lënë një vajxhib,
obliguash me pagu diçka. Që është për shembull therrja e ndonjë kurbanit, dele apo kafshë të mëdha për 7 persona. Dhe lënia e vajxhibit nuk e prish haxhin, pavarësisht se bëhet nga rreth ose me qëllim, po flasim edhe me fi, por normalisht konsiderohet mëkat dhe normalisht lënia e mungu e sevapeve. Dhe normalisht është mirë me kompenzu me diçka, do thotë të cilën do thotë me diçka e cila do thotë e kompenzon do thotë vajxhibin, që është do thotë therrja e dielës apo dashit apo diçka tjetër më shumë se kjo. Për sunetet e haxhit, pastaj edhe për mikatet e haxhit, me lenin Allah të vazhdojmë me gjërat e nashme, duke mos dashme ustur zgjat. Zoti ja mëson të gjithë me kry këtë obligim, ai dhe më smiri, walhamdulillahi rabbil alamin.